Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Balkan Update në këtë fillim jave. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. 2 efektiv policie të sulmit në Banjsk 2 vite më parë dëshmuan në procesin gjyqësor duke treguar vrasjen e rështerit Afrim Bunjaku, por edhe reagimin e policisë Kosovës përballë terroristëve serb. Oficerët e policisë që mbetën të plagosur thanë se grupi terrorist ka qenë i mirë organizuar teksa vëzhgonte nga ajri me dron sulmin që kryente. Njësia serbe që sulmoi me armë të rënda policinë e Kosovës në Banjsk drejtohej nga terroristi Milan Radojčić. Gjykimi ndaj 3 të akuzuarve në rastin Banjska ku mbeti vrarë rreshteri policisë Kosovës Afrim Bunjaku në shtator të vitit 2023, po vazhdon këtë fillimjavë me seancën në gjykatën themelore në Prishtinë. Në këtë seancë dëshmon zyrtari policor në njësinë për ndërhyrje të shpejtë Alban Rashiti, i cili ishte plagosur në aksion. Informatën e parë për një vetur të dyshim të kemi pranuar në orën 21. Një vetur ka qenë e parkuar në një livadë dhe informata për të është dhënë nga njësia për reagim të shpejtë dhe sipas tyre ajo vetur ka qenë e dyshimt. Nga dhoma komanduese është konfirmuar se për këtë vetur nuk ka të dhëna në sistem. Ai ka treguar për shkuarjen e njësive të tjera të policisë në vendngjarje, përfshirë edhe rreshterin e vrarë Afrim Bunjaku. Sa kemi arritur në fshatin Banjska, më saktë Kura, kemi vrejtur 2 kamion. Nga dhoma komanduese na është kërkuar që të shkojmë në vendngjarje dhe mundësisht ne kërkuar foto. Veturën e kemi parkuar diku 80 metra larg kamionëve. Në terren janë afruar edhe 6 policë përfshirë të ndjerin Afrim Bunjaku. E kuptoj që rreshteri Afrim ka ardhur dhe ne jemi konsultuar që t'i marrim disa pozicione dhe të jemi në gjendje gatishmërie pasi e dinim që mund të kishte rrezik. Rashiti mëtej ka rrëfyer momentin e vrasjes së rreshterit dhe plagosjen e tij, ka shtuar se pas shpërthimeve ka pasur gjuajtje nga 10 pozicione në drejtim të tyre. Ndoshta kur jam larguar 3 apo 4 metra nga Afrim Bunjaku nga ana e majt ka ndodhur një shpërthim i papritur dhe jam plagosur në anën e majt. Pavonuar shumë kam filluar gjuajtjet me armë zjarri, kur kam filluar kemi parë që ka gjuajtje nga tërë fshati, nga 10 pozicione me armë të kalibrave të ndryshëm. Kemi filluar të kthejmë zjarrin mirë po në anën e majt timen. Kam vërejtur se rreshteri Afrim Bunjaku ka mbetur i shtrirë dhe i gjakosur nga qafa teksa qëndronte pa lëvizur. Rashiti tregon se terroristët po i vëzhgonin gjatë gjithë kohës përmes dronit. Sipas Rashitit, për përdorimin e armëve që janë përdorur duhet të ketë trajnime specifike. Ai ka theksuar se gjithçka ka qenë e koordinuar, pra sipas tij, ata kanë qenë një grup i mirë i përgatitur dhe nuk ka qenë një grup kriminal i zakonshëm. Në seancën e sotme ka dëshmuar edhe Çlirim Shaqiri, polici i dëmtuar gjatë sulmit. Shaqiri tregoi se më 24 shtator ka marrë lëndime të rënda dhe se vazhdon të marrë trajtim mjekësor. Ai tha se gjatë bisedës në telefon me nën kolonel Veton Elshanin ka ndodhur 2 shpërthime dhe se ka arritur t'i thotë përmes telefonatës se çfarë po ndodhte në terren. Sulmi në Banjsk u shënjua në 24 shtator 2023. Sipas institucioneve kosovare të sigurisë, plani fillestar i sulmit ishte aneksimi i Veriut. Në këtë sulm mbeti vrarë rreshteri policisë Kosovës Afrim Bunjaku dhe si rrjedhoi edhe disa terroristë serb, ndërsa si lider i këtij grupi është identifikuar Milan Radojčić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin e sulmit dhe aktivitetit kriminal. Ky i fundit gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin e organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar 12 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta lokale. Ky vendim është marrë pas shqyrtimit kujdesshëm propozimeve të subjekteve politike, si edhe pas një analize të plot në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Caktimi i kësaj date, sipas presidencës, synon që të mundsojë përgatitjet plot procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse. Osmani u ka bërë thirrje subjekteve politike, organizatave dhe shoqërisë civile që t'i qasen me përgjegjësi të plot në funksionim të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës të rregullt dhe të drejtë këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit lokale Kosova i ka mbajtur në tetor të vitit 2021. Po teksa është caktuar data e zgjedhjeve të radhës lokale në Kosovë, duket se gjatë këtyre 4 viteve ka pasur problematika të ndryshme për sa i përket pushtetit lokal, kjo edhe për hir të faktit se një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk janë fituar nga partia në pushtet nga vetëvendosja. Kam një material përgatitur nga kolegët e mi të Klan Kosovës, nga gazetarja Sala Gashi. Njemi me të dhe rikthehemi në studio. Kryetarët aktual janë në muajt e fundit të mandatit, por pasardhësit e tyre do të trashëgojnë komunat me borxhe të mëdha,
Sipas Institutit GAP, nga viti 2022 deri në vitin 2024, 38 komuna kanë paguar mbi 160 milion euro për obligime gjyqësore, kryesisht nga kontratat kolektive. Vetëm Vushtria, sipas kryetarit Ferit Idrizi, ka shpenzuar rreth 9 milion euro që nga marrja mandatit. 1.600.000 euro i kemi pague, ndërkaq afer edhe 1 milion i kemi të papaguara që na kanë ardhur përmes përmbaruese. Për këtë problem, kryetari i komunës me buxhet 27 milion euro i është drejtuar Ministrisë së Financave. Kemi kërkuar me shty këtë borxh. Mos më na i marr tani. Kjo është e lejueshme në bazë të ligjit për financat publike sepse nuk ka të drejtë as ministria me marrë një numër as të madh parave dhe me bloku komunat. Por i zhgënjur shpreh shefi i Asociacionit të Komunave me institucionet në detyrë, pasi nuk kanë zgjidhje konkrete. Edhe pse kjo situatë ka lindur si pasojë e mosrregullimeve ligjore në nivel qendror, komunat janë lënë të përballen të vetme me pasojat. Mungesa e bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare nga ana e qeverisë është e papranueshme dhe dëmton gjithë sistemin e qeverisjes lokale. Për shkak të kontratave kolektive, komunat spojnisin gjysmën e projekteve kapitale të planifikuara për 2025. Si pasojë e obligimeve të dalura nga kontrata kolektive, shumë komuna nuk po arrin që t'i përmbahen planifikimit të prokurimit për vitin 2025, duke mos iniciuar deri tash as gjysmën e projekteve të parapara kapitale. Klan Kosova ka tentuar të marrë qëndrimen nga komunat e tjera në Kosovë, por ato nuk kanë qenë të qasshme. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë vazhduar masën e paraburgimit ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Sipas vendimit, ish-presidenti përbën rrezik paratisje dhe kjo vërtetohet sipas Hagës tek rëndësia e veprave penale për cilat Thaçi akuzohet qëllimet jo të mira ndaj ligjeve dhe rregullave të dhomave të specializuara të Kosovës. Përveç kësaj, në këtë arsyetim përmendet edhe fakti që Thaçi vazhdon të marrë një urim mbi provat që mbështesin akuzat kundër tij në këtë proces. Krahas rrezikut të ratisjes në vendim thuhet se ka rrezik që ish-presidenti të pengojë procedurat e dhomave të specializuara të Kosovës dhe të kryejë krime të tjera, duke u referuar edhe në çështjen e tij për krime lufte, ndërsa sipas gjyqtarës asnjë kusht i lirimit nuk mund të zbusë mjaftueshëm rreziqet ekzistuese përveç se në objektin e paraburgimit në Hag. Shkodran Ramadani më bashkohet në këtë komunikim të drejt për drejt në Ballkan Update. Shkodran, përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në ABC News. Përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë për ftesën. Përpara se të lidheshim së bashku, unë lexova shkurtimisht një material në lidhje me qëndrimin e fundit të dhomave specializuara të Kosovës në Hag, të cilat kanë vendosur vazhdimin e masës paraburgimit të ish-presidentit Hashim Thaçi, po arsyetimi poshtë ishte deri diku që Sharak po guxoi ta quaj kështu sepse ai akuzohet se mund të arratiset, akuzohet se është ende i rrezikshëm, akuzohet se mund të kryejë edhe krime të tjera. Cili është qëndrimi juaj për atë se çfarë po ndodh në Hag momentalisht me ish-krerët e UÇK-s? Po tashmë ky proces me të vërtetë është bërë absurd, për shkak që tash e ka ndryshuar krejtësisht kahjen në shpërputje me qëllimin fillestar për hedhur për të vendosur drejtësi për krimet të supozuara në Hag, e në proces të sipër i gjithë do të thotë ky proces ka marrë një kahje shumë të gabuar, ka marrë një kahje të keqe, duke i penalizuar jashtëzakonisht shumë të pandehurit në Hag, krerët e UÇK-s, të cilët tashmë 5 vite po në paraburgim, pa ndonjë arsye të qartë, pa aktgjykim, edhe pa transparencë, pa jo dhënë mundësia që të mbrohen në liri, duke i do të thotë zgjersuar krejt argumentet që thonë se duhet të jepet mundësia që të mbrohen në liri. Prandaj edhe ky vendimi i sotëm duket që është maskarada e radhës, sepse në rastet e kaluara kur ishte refuzuar mbrojtja në liri zotit Thaçit dhe të tjerëve, nuk është përmendur në asnjë moment
rreziku i arratisjes së mundshme, e tash është po aq absurd për faktin që prokuroria ka përfunduar investime të gjithë dëshmitarëve të saj. Dhe është e pamundur më të diktohet edhe të ndikohen dëshmitarët e palës tjetër në mënyrë që të shtrembrohet procesi. Pra, ky proces tashmë është bërë kështu literalisht, mund të themi, edhe kafkaesk në karakterin e vet, për shkak që është një proces të cilin akuzuarit nuk e dinë saktësisht se për çfarë po akuzohen, se cilat janë krimet e supozuara të tyre, se kur mund të përfundoj e kështu me radhë. Së fundmi, kam lexuar të paktën nga qendrimi zyrtare të mbrojtjes së shkrerëve të UÇK-s, konkretisht ai i zotit Thaçi, se janë duke u përballur edhe me probleme financiare, sepse ka disa çështje të cilat do duhet i ndjekin paralelisht. Si qëndron problemi në lidhje me gjithë çfarë po ndodh edhe në aspektin monetar? Sigurisht, mos harrojmë ky është një proces me kosto shumë të lartë. Tribunalet e tilla, gjykatat e tilla normalisht që kërkojnë mbrojtje nga avokat cilësor, duhet të jenë avokatët më të mirë në botë në mënyrë që mbrojtja të ketë përfaqësimin e duhur. Mos harrojmë që për shembull në rastin e generalit kroat Ante Gotovina, shteti i Kroacisë kishte paguar diku rreth 100 milion euro. Pra një shumë jashtëzakonisht e lartë, po ashtu për 4 dëshmit, për 4 të pandehurit krerët të UÇK-s, kërkohet një mbrojtje cilësore, normalisht që mbrojtja cilësore është e kushtueshme dhe për këtë arsye ne duhet të garantojmë pagesën në rregull të avokatëve të mbrojtjes. Mos harrojmë që të kaluarën një nga avokatët më të mirë të Thaçit, George Kiho, ishte larguar nga mbrojtja të Thaçit pikërisht për shkak të problemeve me pagesa. Prandaj shteti i Kosovës duhet të bëjë çmos që të garantoj që mos pengohet procesi gjyqësor, mos të ulet niveli i argumentimit, i përfaqësimit të pandehurve, të krerëve të UÇK-s për shkak që nuk kemi financa të mjaftueshme. Kur flasim për avokatët e mbrojtjes, ne normalisht nuk do ta shohim këtë vetëm si një çështje buxhetore, si një shpenzim të rregullt administrativ, po duhet ta shohim si një fushë betejë, si një luftë në cilin shteti i Kosovës nuk jep para vetëm për krerët e UÇK-s si emra, si individ, po duhet ta shohim si një betejë, si një luftë ku vetë shteti i Kosovës e ka një prezencë të madhe dhe ka një hise të madhe të bardhës, për shkak që në rast se dënohen krerët e UÇK-s, atëherë nuk është që vetëm ata me fatin e tyre individual e psojnë vendimin nga kjo gjykatë, po duhet ta kemi parasysh që është e gjithë ushtria shqiptare e Kosovës, e me këtë bashkë edhe vetë hija e pavarësisë së Kosovës, shtetit Kosovës, e pson një goditje në legitimitetin e vet, e pson një stigmë në narracionin të cilin ne e kemi përdorur gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që është një luftë në cilën duhet të involvohemi si shtet, si shoqëri, si institucione, jo thjesht si parti politike dhe jo thjesht si individ të cilët aty janë për fatin e tyre personal. Po duhet shihet që në Hagë momentalisht në Mejdan në mënyrë ka dalur një pjesë e madhe e fatit kolektiv të Kosovës. Ju Shkodran thonin se do duhet të reagojë shteti, po pyetja ime është cili shtet, se Kosova në këto momente fatkeqësisht është në një kaos total politik. Jo më larg se sot dështoi edhe tentativa e 29. Në fakt do duhej që kjo çështje shkonte në themel dhe jo vetëm të siguronte, po themi, pjesën buxhetore, ndihmën financiare për krerët e UÇK-s që janë në Hagë dhe mbajnë mbi supet e tyre dhe një pjesë të historisë ndërtimit të shtetit Kosovës, po do duhej gjithashtu që të shkonte diskutimi deri tek shpërbërja e dhomave specializuara të Hagës. Pse kjo heshtje? A kanë frikë ata që janë pushtet sot në Kosovë nga ndoshta hija politike e zotit Thaçi? Sigurisht dhe normalisht që vonesa në krijimin e institucioneve të reja është një problem
i Kosovës që interferon edhe në procesin e Hag, duke ja pamundsu Kosovës që merr politika të duhura në kundrejt asaj që ndodh në Hag. Megjithatë edhe kur Kosova ka pasur institucionet e veta gjatë këtyre viteve, thamë po bën 5 vite që janë duke u mbajtur padrejtësisht në Hag dhe është shkelur konventa e drejtave evropiane, domethënë njerëzit, sepse arsyetimet për paraburgimin e gjatë janë jo valide dhe ky është një problem serioz që do duhet ta ngriste shteti i Kosovës, se që me fakt nuk e ka ngritur gjatë këtyre viteve për shumë arsye. Ndër arsyet kryesore normalisht është edhe rivaliteti politik, edhe frika që lidhimi i zotit Thaçi nga burgu dhe kthimi i tij në Kosovë do t'i paraqiste probleme jo të vogla qeverisë që deri tanishme dhe lëvizjes dhe vetëvendosje. Fatkeqësisht lëvizja vetëvendosje kur vjen puna tek interesat e veta politike nuk është që e kursen edhe figurat me kapital kombëtar, siç është zoti Thaçi dhe të tjerët në Hag. Dikush mund të thotë që po është edhe Recep Selimi në vetëvendosje dhe për këtë arsye vetëvendosja nuk ka preferenca dhe strategjitë të tilla, megjithatë unë them që vetëvendosja nuk e bëhet vonë fare për zotin Selimi dhe është e gatshme ta sakrifikojë atë në rast se me sakrifikimin e tij nuk kuptohet edhe shmangja e rrezikut politik nga zoti Thaçi. Ne e kujtojmë që lëvizja vetëvendosje para se të vinë në pushtet është zotu që jo vetëm që nuk do ta nënshkruaj dhe të meloj gjykatën speciale, por është zotu që as nuk do t'i dorëzoj në Hag në rast se lëvizja vetëvendosje është në pushtet. Normalisht një gjë e tillë nuk mund të kërkohet nga ata tash, sepse tashmë zoti Thaçi të tjerët janë në Hag dhe nuk mund të flasim, nuk mund t'i kërkojmë të mos i dorëzoj ata, por çfarë ne mund t'i kërkojmë lëvizjes vetëvendosje është që të ketë ndjeshmëri shumë më të madhe të rastit, të jetë shumë më aktive, të mos bashkëpunoj me gjykatën speciale pa kushte, por të jetë e vendosur dhe t'i kurrëzoj që çfarëdo bashkëpunimi me ta duhet të bëhet në përputhje me të drejtat e njerëzit, në përputhje me parimet universale drejtësisë, e jo me të pajtohet me vazhdimin dhe bashkëpunimin e mandatit të kësaj gjykate në shpërputhje të plot me të gjitha parimet universale të drejtësisë. Dhe vetëvendosja normalisht këtë nuk e ka bërë, madje me qëllime jo të mira shpeshherë është munduar të tregohet transparente në shumën që ja ka ndarë avokatëve. Por se vetëvendosja ka të tjera e kalkulime tani në mendje, të paktën për të qëndruar në pushtet. Nuk e dim se me cilin skenar, po nuk ka pasur kohë për të marrë me dhomat e specializuara. E mbyll kështu, ndoshta me humor të zi, po pa diskutim që çështjen e krerëve të UÇK-s në Hag do ta rimarrim përsëri. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Ka pasur një zhvillim në Republikën Srpska të Bosnjë Hercegovinës. Në këtë entitet është arrestuar kundërshtari politik i Milorad Dodik. Kryetari i Partisë Demokratike Serbe, Milan Milicevic, njëherësh lider i partisë opozitare më të madhe në Republikën Srpska të Bosnjë Hercegovinës, u arrestua këtë fillim jave. Lajmi u konfirmua nga partia e tij. Ministria e Punëve të Brendshme e këtij entiteti njoftoi se oficerët e drejtorisë policisë kriminale të Ministrisë Punëve të Brendshme të Republikës Srpska, nën mbikëqyrjen e Departamentit Special për luftimin e korrupsionit dhe disa departamenteve të tjera, kryen një aksion operativ të koduar Bloku. Në njoftimin e kësaj ministrie, thuhet se Milan Milicevic u privua nga liria në ndyshimet se ka kryer vepra penale të ndikimit dhe pranimit të rishfetit. Në njoftim thuhet gjithashtu se oficerët e policisë kanë sekuestruar rreth 45.000 euro gjatë hetimeve në 6 muajt e fundit me urdhër të gjykatës. Këto para thuhet se buronin nga veprimet korruptive të politikanit dhe se ato janë depozituar në depozitën e gjykatës. Nga Partia Demokratike Serbe thanë se kjo është një përpjekje e dukshme për friksim politik, duke krijuar kaos dhe dhunë kundër vullnetit të shprehur të qytetarëve. Kundërshtari i tyre politik është presidenti i entitetit serb të Bosnjë Hercegovinës, Milorad Dodik.
Victoria e partisë presidentit serb Aleksandar Vučić në zgjedhjet lokale në 2 komuna është lexuar si një fitore dhe konfirmimi i qëndrimit të tij në pushtet. Një ditë pas zgjedhjeve lokale në Serbi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet me 100% të votave të numëruara në Kosjeric dhe Zaječar me fitoren e ngushtë të partisë Vučić. 2 komuna të vogla në Serbi mbajtën zgjedhjet lokale më 8 qershor, proces zgjedhor që u konsiderua test për qeverinë, pasi është i pari prej nisjes blokadave të studentëve në fakultete në nëntor të vitit 2024, të nxitur nga vdekja e 16 personave, si pasojë shembjes së një streje betoni në stacionin hekurodor të Novi Sad. Lidhur me këtë proces, Vučić foli nga selia e Partisë Progresive Serbe, duke akuzuar opozitën se nuk ka lejuar që procesi të shkojë normalisht. Zgjedhjet e parakohshme lokale u mbajtën në kushte që nuk janë parë kurrë më parë në skenën politike serbe, në kushte linçimi, persekutimi, keqtrajtimi të qytetarëve, kërcënimesh dhe shantazhe, shkelje të ligjit dhe sjelljes së banditëve që kërcënuan qytetarët e Kosjeriçit dhe Zaječarit. Sipas rezultateve të publikuara nga Komisioni Zgjedhor i Republikës Serbe, lista e partisë Vučić fitoi me 49.23%, ndërsa lista e partive opozitare doli e dyta me 51 vota më pak, ose 48.54% në komunën e Kosjericit, ndërsa në komunën e Zaječarit, partia e Vučić fitoi më bindshëm me gati 2000 vota para. Opozita tani po kërkon verifikimin e çdo flet votimi dhe përsëritjen e zgjedhjeve në disa qendra votimi për shkak të parregullsive zgjedhore. Teksa qytetarët e 2 komunave votonin për të zgjedhurit e tyre në pushtetin lokal, studentët dhe qytetarët në Novi Sad u mblodhën para zyrave të Partisë Progresive Serbe, duke kërkuar presidentit Aleksandar Vučić të shpallë zgjedhje të reja të përgjithshme. Por sipas këtij të fundit, qytetarët treguan edhe një herë se nuk e lënë shtetin pa drejtimin e duhur. Një zhvillim i fundit për jeonën e Shqipërisë në mediat ndërkombëtare, revista amerikane Vanity Fair i ka kushtuar një artikull të gjatë qytetit Beratit dhe veçantisë të tij historike e kulturore. I njohur ndryshe si qyteti 1/1 dritareve, Berati sugjerohet si një qytet i veçantë për ta vizituar, sidomos për ata që janë të apasionuar pas historisë. Ne kemi mbritur kështu së bashku në fund të Ballkan Update. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë, po dhe të na ndiqni përmes valëve të radios në 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, vjoni qëndroni me ABC News vetëm pas pak Sport Center me kolegun Nertan Prifti.